Mirë po, por mos më arrit në gjëra ekstreme. Ndikon baba, ndikon nana, ndikon vllai i madh. Unë kam vllajën e madh. Ai ka këshillu shumë, Vllajën e madh. Ke pas Ai një vjen moment, vetëm mua. ke pas një moment Zef ke thonë, si e quajnë grup? Shpresa. Do ta ndaj shpresën. Jo. Ja. Se ke menduar si? Jo. Nuk shkon mendimi deri këtu, thoj. Asi që shkoje deri aty mos e nejp. Shkon gati në bëhet realitet mos e nejp. Po çfarë ka, se kjo është e bukur. Çfarë për shkakun ka kërkuar shpresa të ndryshosh ti? Kur ke qenë i ri? Jo. Asgjë, keni pranuar njëri tjetrin siç keni qenë gjithmonë. Nuk absolutisht nuk kam ndonjë. Edhe se s'kam, po folëm ndonjëherë që nuk lëvizëm nga këtu. Ngelem këtu, kur kishim fëmijët në shkollë. Edhe vetë ndjeshon. Ishte në shtëpi me qira, pa kushte, pa. Po dhe e ndjeka se kishin nevojë fëmijët për praninë. Çfarë bëjnë gratë gabim ndonjëherë, që ja këshillove dhe djalit? Po tani gjithkush gabon. Nuk ka se gabon burri, gabon edhe gruaja, Patjetër, sigurisht, po. Po nana do t'jetë edhe janë. Janë të kujdesme. Por në një moment që ashtu sidomos se baballarët vajzën Kanë pikë të dobët. Edhe ndoshta kur e kam më shumë ndonjëherë që ka reaguar ndaj vajzës, kam reaguar edhe unë. E ke dalë në mbrojtje, vajzës? Patjetër, po. Pse ka qenë më e rrept shpresa me fëmijët? Po është nana me vajzën, është më e rrept. Sa vjeç janë fëmijët, dhe si ajo ka vendosur emrin? Djalin e quajnë Viktor, ndërsa vajzën Valentina. Të dy me V. Po. Viktor dhe Valentina. Zef, e di që u kënaqja shumë që e bëm këtë bisedën, e kisha me merak, po që do flasim ne bashkë, unë jam njeri i thjesht. Po këto më duhen edhe mua, intervistat me njerëzit e thjesht. Faleminderit. Edhe unë të falenderoj shumë. Edhe të uroj jetë të gjatë, po që do urimin tim ti ke genet. Faleminderit. Edhe do jetë një kujtim i bukur në fakt kjo intervista jo. Edhe unë do... Edhe për Mbesa, si kishte Mbesa emrin? Olivia. Edhe për Olivia, kur të rritet ajo, do shoj gjyshin intervistë. Po. Çfarë do t'i thoje ti Olivias një këshill që ta mbante ajo më gjithmonë, si gjyshi i saj? Kjo një gjë që më ngelet, nëse nuk do ta arri, që ta arris edhe vetë mesën time. Të rritet në praninë time edhe të gjyshës. Nuk do kishte nevojë për në i këshill, fëmija, unë veç do u jep fjavurim çdo fëmije, që të rritet përveç babit e mamit vetë. Të rritet në praninë e gjyshës, është vlerë jashtëzakonshme. Do uroja për kado. E uroj dhe unë. Kado për çdo zemër. U kënaqa Zef. Faleminderit shumë. E mbyll edhe këtë intervistë në Real People. Edhe ju falenderojmë që qëndruat në këtë intervistë tonën të këndshme me Zefin. Zef, Preng, Gjin, Dod, Lesh, Sheri. 6 emrat, i dham 6 brezat. Përshëndesim shumë edhe Viktorin, përshëndesim edhe Valentinën, edhe shpresën e cila doli nga shtëpia, vetëm për të qëndruar te dyqani. Dajana është nusja e djalit. Dajana, e përshëndesim dhe Dajanën. Shqiptare? Po. Mrekulli. Po. Ju përshëndesim që të gjithë dhe mbi të gjitha do jetë një intervistë shumë e bukur për nënën që
E pava aty nga Po edhe balkoni. nënën. Edhe nëna që emrin e ka Dila. Dila. Emër tipik zone. Po. A? E përshëndesim shumë fort. Po mbi gjitha Olivian, e cila kur të rritet do shoh edhe këtë intervistë shumë të bukur me gjyshin. E mbyll miq, mos harroni që të bëni subscribe te kanali YouTube-it Flori Gjini dhe të më shkruani për historitë tuaja. Për historitë e njerëzve të cilët ju njihni. Ju jeni bërë si rrëfyesit e mi, kudo ku shkoj. Erdha dhe vizitova Repsin, një qytet e vogël, po me njerëz shumë të mirë, ku kur të vini dhe të ndaloni këtu, qoftë edhe për një vizitë tek mini market Doda. Bëni subscribe te kanali. Vazhdojmë me reklamën deri në fund. Takojmë bashkë në episodin e radhës. Gjithë mirat. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.